për dallim nga ne. Ata janë të pavarur, financiarisht dhe politikisht. Shumë lehtë ndryshojnë menimin. Albin Kurti më janis nesër me këtë qeverisë, ata lehtë ndryshojnë menimin. Janë klasë mesme, janë politikisht pavarur financiarisht, ata nuk mund të shantazhu, ta heqin dojën pi punës, nuk ta lloten deri. Se më thuaj që elektorati këtu në Kosovë është i shantazhuar? Ka efekt. Shantazhum jo, po ka efekt. Jo, ma ka shti tezën punë, nuk më i pa e votu. A dënë ki pletë që si rozë arben, jo ma ka dhun o gjustem të ndirin, tash unë nuk më i pa e votu. Po thu që ka dikush në Kosovë që e voton dikon për shkak të tenderit të Agjësa? Çfarë pyetje e Po se ja ka dhënë Agjës tem tenderin, unë tash dënoj me votu dikon. Pyetje e bo, po qysh jo, absolutisht. Pse, i bjen që Albini që nga të dhonë tendera, sa i fiton 50%. Kërkoj falje, tash analiza po del pak subjektive, po kjo ma shumë për opozitën. Po pse fitoj zotri Kurti? A do shpjegohet fitoj? Elektorati këtu është votu Albin Kurtin, jo për të kënë. 100 euro. Po, 51% për votoj. 51% për votoj, s'po votoj 99%. 51% që po e voton, i bjen shumica absolute. Apo shumica. Jo, shumica. Shumica. I bjen që këta ku kanë të ja dhonë votën për shkak tenderit dajës. Arsye të ndryshme partikulare që nuk lidhen me interesin e përgjithshëm. Unë nuk besoj që ka qytetarë të Kosovës që e votojnë opozitën për interes të përgjithshëm. Ose janë interesat financiare, ose ja ka shti dojën punë, ose tezës që ja ka dhonë tenderin, ose ja ka i nati Albin Kurtit. Shto janë arsyet pse njerëzit vazhdojnë të votojnë opozitën, LDK-n, PDK-n, AK-n. Jo në arsye tjetër. Të besoj. Mu interesante. Zesina, kene e komen shtesë, me kam betë Zëgjani, janë dhe pa dhe në opinion. Që partit politik